Karta e studentit, një premtim i mbajtur nga Bashkia Shkodër. Tashmë çdo i ri i cili studion në qytetin e Shkodrës ka të drejtë të pajiset me kartën e studentit, e cila nuk është vetëm një dokument identifikimi, por është një mjet i rëndësishëm i cili lehtëson jetën studentore dhe jep shumë avantazhe për të rinj dhe studentët në qytetin e Shkodrës. Shumë bashkëpunime me një gamë të gjerë biznesesh, me zbritje nga 50 deri në 70%, me hyrje falas, bashkëpunime si dhe me institucionet lokale dhe kombëtare për të ofruar lehtësirat në shërbime për studentët. Më shumë se 3700 studentë të cilët janë përfitues të këtyre shërbimeve. Kjo është një dëshmi e qartë e angazhimit ton për të përmirësuar jetën studentore dhe për të krijuar një mjedis funksional dhe modern të orientuar drejt nevojave të rinjve. Aplikimet tashmë kanë filluar dhe janë si në sportel, në nxyrën që ne kemi krijuar pranë Bashkisë Shkodër, por edhe online. Është një kartë e cila do jetë dhe fizike dhe digjitale, në një platformë shumë të madhe e cila nuk do jetë vetëm për aplikimin e marrjes së kartës të studentit, por është një platformë e cila lidh nevojat e rinisë me aksesin për punësim, me aksesin për të ditur për jetën kulturore, sociale dhe aktivitetet që zhvillohen në qytetin e Shkodrës, për të bërë pjesë e nismave tona të vullnetarizmit, si dhe shumë aktivitetet e tjera që do gjenden te kjo platformë.